Nata ka një peshë të veçantë. Kur zhurma e botës shuhet dhe dritat e qytetit zëvendësohen nga qetësia e thellë e errësirës, mendja njerëzore fillon të udhëtojë në shtigje që gjatë ditës i mban të mbyllura. Është pikërisht ky moment kur trupi kërkon prehje, por shpirti mbetet vigjilent që energjitë tona ndërthure me të tjerët. Shpesh herë, ajo ndjesia e pashpjegueshme e një rëndese të ëmbël në kraharor, ose një mendim i papritur që ju vjen përdik pas një arsye, nuk është rastësi, është një frekuencë. Universi flet me gjuhën e simboleve dhe tërheqjes. Nëse po e lexoni këtë, ka shumë mundësi që universi po përpiqet ju përcjell një mesazh që ka kohë që rrotullohet rreth jush, por që mbase nuk e keni pasur qetësinë e duhur për ta dëgjuar. Ky udhëtim që do të nisim së bashku nuk është thjesht një parashikim. Është një eksplorim i thellë i shpirtit dhe i lidhjeve të padukshme që na bashkojnë me njerëzit që kemi takuar, ose me ata që fati po i sjell drejt nesh. Yjet, ata dëshmitar të heshtur të historisë njerëzore, mbajnë kode të lashta. Pozicioni i tyre në momentin që ju po mendoni për dik, apo kur dikush tjetër po thurr ëndra për ju, krijon një hartë energjetike. Ne do të zbulojmë se si kjo energji përkthehet në shenja, në ndjesi dhe në fund, në atë inicialin që kaq shumë ju mundon. Përpara se të futemi në detajet e shenjave të horoskopit dhe analizës së elementeve, duhet të kuptojmë mekanizmin e mendimit të natës. Pse ndodh pikërisht atëherë? Gjatë ditës, ne jemi të mbrojtur nga barrierat e logjikës dhe punës. Por natën, mbrojtja jonë ulet. Jemi më vulnerabël, më të hapur ndaj intuitës. Në këtë gjendje, ne jemi si radio marse që kapin valët e dikujt që po lëshon një sinjal të fortë dashurie, malli apo edhe pendese. Dikush, në këtë moment që po flasim, po shikon të njëjtën hënë si ju. Ky person po analizon çdo bisedë që keni pasur, çdo shikim që keni shkëmbyer dhe po ndërton një skenar ku ju jeni protagonist. Por kush është ai? A është një hije nga e kaluara që nuk gjen dot paqe? Apo është një shpirt i ri që sapo ka hyrë në orbitën tuaj dhe nuk po gjen forcën t'ju shprehet? Le të fillojmë ta zbërthejmë këtë mister duke parë fillimisht se si elementet e natyrës ndikojnë në këtë proces tërheqjeje. Zjarri, toka, ajri dhe uji, secili prej tyre manifeston mendimin në mënyra të ndryshme. Nëse ju i përkisni një shenjë të zjarrit, personi që ju mendon ka shumë mundësi të ndjejë një pasion që e djeg nga brenda. Nëse jeni shenjë e ujit, mendimet e tyre janë nostalgjike, të mbushura me lot të fshehur ose dëshirë për mbrojtje. Ky udhëtim do të jetë i gjatë. Do të kalojmë nëpër çdo shenjë të zodiakut, do të analizojmë lëvizjet e Afërditës dhe Neptunit, dhe do të shohim se si numrat e fatit tuaj konvergojnë me inicialet e tyre. Por mbi të gjitha, ky tekst do t'ju shërbejë si një pasqyrë për të kuptuar se ju nuk jeni kurrë vetëm. Energjia juaj është e rëndësishme, dhe fakti që dikush po ju mendon natën, është prova më e madhe e vlerës që keni në jetën e të tjerëve. Qetësohuni, merrni frymthellë dhe lini yjet ju tregojnë rrugën drejt atij emri që ndoshta e keni në majtë të gjuhës, por që universi po përgatitet t'ua konfirmojë. Kur flasim për shenjat e zjarrit, dashin, luanin dhe shigjetarin, intensiteti i mendimeve që të tjerët drejtojnë ndaj jush është pothuajse i prekshëm. Zjarri nuk njeh heshtje të qetë. Ai është shpërthyes, është dritë dhe mbi të gjitha është vëmendje. Nëse ju i përkisni njërës prej këtyre shenjave, personi që po ju mendon sonte nuk po e bën këtë me një melankoli të thjeshtë. Ai po digjet nga dëshira për t'ju thënë diçka që ka mbetur përgjysmë. Për dashin, ky person shpesh është dikush që admiron forcën tuaj, por që ndihet intimiduar nga pavarësia juaj. Natën, kur muret tuaja ulen paksa, ai guxon të imagjinojë një skenar ku ju jeni më të afërt. Ky person ka një inicial që shpesh lidhet me shkronjat e forta. Ato që nisin me një goditje të qartë si A, E ose R janë shkronja që mbartin autoritet, ashtu siç ju pëlqen juve. Ata po mendojnë për momentin kur i keni sfiduar me një shikim, ose kur keni qeshur me diçka që askush tjetër nuk e kuptoi. Për luanin, mbretin e vëmendjes, personi që nuk ju haron është dikush që ju ka parë në momentet tuaja më të thjeshta. Atëherë kur nuk kishit kurorën mbi kokë. Ky person nuk joshet nga shkëlqimi juaj publik, por nga ngrohtësia që fshihni brenda. Ai po mendon për bujarin tuaj dhe për mënyrën se si e bëni çdo njeri të ndihet i veçantë. Inicialet që vibrojnë më fort në orbitën tuaj sonte janë LA, S dhe K, është dikush që mbase e keni anashkaluar si thjesht një mik, por që në heshtjen e dhomës së tij po thur plane se si të jetë hera e fundit që ju sheh vetëm përmes një ekrani. Për shigjetarin, udhëtarin e përjetshëm të zodiakut,
mendimet që vijnë drejt jush janë të mbushura me mall për lirinë. Ky person po mendon për bisedat tuaja filozofike që zgjasnin deri në agim. Ai ju sheh si një dritë që nuk mund të prangoset, dhe kjo është pikërisht arsyeja pse nuk ju haron dot. Ai po pyet veten se ku jeni tani, me kë po qeshni dhe nëse ka mbetur ende një vend për të në aventurën tuaj të radhës. Inicialet që shfaqen në horizontin tuaj janë G, V dhe E. Por përtej shenjave specifike, ekziston një fenomen që quhet pasqyrimi i shpirtit. Kur dikush ju mendon me intensitet të lartë, ju mund të përjetoni disa shenja fizike. A ju ka ndodhur që papritur t'ju nxehen veshët pas një shkak mjekësor, apo të ndjeni një gudulisje të lehtë në majtë e gishtave? Këto janë shkarkesa energjetike. Personi në fjalë po tenton të krijojë një ur komunikimi me ju në nivelin subkoshient. Në këtë pjesë të dytë të udhëtimit ton, duhet të ndalemi te rëndësia e elementit tokë. Demat, virgjëreshat dhe bricjapët e përjetojnë këtë lidhje në një plan shumë më material dhe të qëndrueshëm. Për këto shenja, mendimi nuk është thjesht një re kalimtare, është një ndërtim. Personi që ju mendon po imagjinon një shtëpi, një të ardhme, një stabilitet që mbase ju a keni dhënë ose që ai shpreson ta gjejte ju. Ata që mendojnë për një dëm sonte, po mendojnë për aromën tuaj, për qetësinë që rrezatoni dhe për sigurinë që u falni. Është një dashuri e ngadaltë që piqet si vera e mirë. Inicialet që po rrotullohen rreth jush janë E, edhe B. Ky është një person që vlerëson detajet. Dikush që mban mend edhe mënyrën se si mbani duart kur jeni nervoz. Për virgjëreshën, mendimet janë pothuajse analitike, por thellësisht të ndjera. Dikush po ju mendon sepse keni qenë i vetmi person që e keni kuptuar pa pasur nevojë për shpjegime. Ai po admiron inteligjencën tuaj dhe faktin që jeni kaq të kujdesshëm ndaj të tjerëve, edhe kur harroni veten. Inicialet T, D dhe I janë ato që duhet të vëzhgoni me kujdes në ditët në vijim. Dhe për bricjapin, personi që nuk ju harron është dikush që admiron integritetin tuaj. Ai po mendon për ju si një model frymëzimi, por edhe si një port ku do të donte të ankorohej pas një dite të gjate të lodhshme. Ai e di që jeni të vështirë për të fituar, dhe kjo e bën sfidën e tij edhe më pasionante. Inicialet P, H dhe janë ato që po shfaqen në hartën tuaj të yjeve. Gjithë kjo energji që po përshkruajmë nuk është rastësishme. Ne jemi të gjithë pjesë e një rjete të madhe kozmike. Kur dy njerëz kanë një borxh emocional ndaj njëri tjetrit, mendimet e natës shërbejnë si një lloj shlyerjeje. Është një mënyrë se si shpirti kërkon falje, shpreh dashuri ose kërkon vëmendje pa përdorur fjalët që ndonjëherë na ngjecin në fyt nga frika e refuzimit. Rrjedha e mendimeve njerëzore është si një lum që nuk shtërron kurrë, por natën ky lum kthehet në një oqean të trazuar. Pasi kaluam përmes zjarrit dhe stabilitetit të tokës, tani duhet të zhytemi në mbretërinë e padukshme të ajrit dhe në thellësitë e pafundme të ujit. Këtu mendimet nuk janë thjesht plane apo pasione. Ato janë njehona shpirtërore që udhëtojnë përmes kohës dhe hapësirës. Për shenjat e ajrit, binjakët, peshorja dhe ujori, personi që ju mendon sonte po përjeton një lloj etje intelektuale. Ajri është komunikim, ide dhe liri. Nëse ju I përkisni këtij elementi, dikush po ju mendon sepse I mungon mënyra se si ju e shihni botën. Ai person po përsërit në mendje bisedat tuaja, batuta dhe ata aftësinë tuaj unike për të kaluar nga një temë serioze në një shaka brenda sekondës. Për binjakët, ky person është dikush që ndihet I humbur pas stimulin tuaj mendor. Ju jeni si një libër që ai nuk e mbyll dot kurrë. Natën, ai po mendon për dualitetin tuaj, për atë anën tuaj gazmore që e bën të qesh, por edhe për atë anën melankolike që vetëm ai ka pasur privilegjin ta shohë. Inicialet që vibrojnë rreth jush janë K, edhe S. Ky person mund të jetë dikush me të cilin keni pasur një debat të fundit që ka mbetur I pasgjidhur, dhe tani pendesa po e mbyt në heshtje. Për peshorën, simbolin e harmonisë, personi që nuk ju harron është dikush që kërkon ekuilibrin që vetëm prania juaj I fal. Ai po mendon për bukurinë tuaj, jo vetëm atë fizike, por për hijeshin me të cilën lëvizni në përjet. Ky person po vuan nga mungesa e drejtësisë që mbase ju ka bërë, ose po pret një shenjë prej jush për të rikthyer. Inicialet që shkëlqejnë në qiellin tuaj janë A, L dhe është dikush që ju sheh si idealin e tij, si personin që plotëson çdo pjesë të munguar të shpirtit të tij. Për ujorin, vizionarin e zodiakut, mendimet që vijnë drejt jush janë të veçanta. Ky person po ju mendon sepse ju jeni I vetmi që e keni bërë të ndihet I pranuar ashtu siç është.
Ai admiron origjinalitetin tuaj dhe faktin që nuk ndiqni turmën. Në vetminë e natës, ai po pyet veten nëse do të gjejë ndonjëherë një lidhje aq të pastër dhe të çliruar nga paragjykimet sa ajo që ka me ju. Inicialet që po trokasin në derën tuaj energjetike janë U edhe I. Tani le të zhytemi në ujërat e thella e të turbullta të Gafores, Akrepit dhe Peshqve. Këtu mendimi nuk është thjesht një ide. Është një ndjenjë e pastër, e papërpunuar dhe shpeshherë dërmuese. Kur dikush mendon për një shenjë uji, ai nuk po mendon me kokë, po mendon me stomak. Është ajo ndjesia e mungesës fizike që të lë pa frymë. Për Gaforen, personi që ju mendon po kërkon streh. Ju jeni shtëpia e tij emocionale. Edhe nëse rrugët tuaja janë ndarë, ai person ende kërkon ngrohtësinë tuaj në netët e ftohta. Ai po mendon për kujdesin që keni treguar, për ushqimin që keni ndarë, ose për mënyrën se si e keni dëgjuar kur askush tjetër nuk kishte kohë. Inicialet që po ju ndjekin janë e G dhe është një shpirt nostalgjik. Mbase dikush nga fëmijëria ose një dashuri e vjetër që nuk u shua kur plotësisht. Për Akrepin, intensiteti është në kulm. Personi që ju mendon sonte është i fiksuar pas jush. Nuk është thjesht një mendim kalimtar. Është një dëshirë për të depërtuar në misterin tuaj. Ai po mendon për shikimin tuaj depërtues dhe për atë magnetizëm që e bën të ndihet i pafuqishëm para jush. Ky person mund të ketë iniciale D, R ose V. Kujdes, kjo është një energji e fortë, pothuajse obsesive, që vjen nga dikush që nuk e pranon dot faktin që nuk ju ka më nën kontroll ose pran vetes. Për Peshqit, ëndërrimtarët e mëdhenj, personi që nuk ju harron po ju kërkon në përëndra. Ju jeni muza e tij. Ai po mendon për mirësinë tuaj të pafundme dhe për atë botë magjike ku e keni dërguar sa herë keni qenë bashkë. Ky person ndjen një lidhje telepatike me ju. Ai mund të ketë inicialet H, po ose është dikush që mbase nuk e thot kur me Z, por që në lutjet e tij të natës, emri juaj është i pari që përmendet. Por, si mund ta dalloni ju se cili prej këtyre personave është ai i vërteti? Universi na jep shenja të vazhdueshme. A ju ka ndodhur të shikoni orën dhe të jetë 22, 22 apo 00, 00? Këto janë momente kur sinkroniciteti është në kulmin e tij. Në ato sekonda, iniciali personi që po ju mendon mund të shfaqet kudo. Në një reklam, në një faqe libri që hapni rastësisht, apo edhe në formën e një reje gjatë ditës që pason. Energjia nuk humbet, ajo vetëm transformohet. Mendimi i atij personi po transformohet në një thirrje shpirtërore. Ata nuk po ju harrojnë sepse ju keni lënë një gjurmë eterike në jetën e tyre. Kjo gjurmë është si një nënshkrim që nuk fshihet dot. Mendoni pak për emrin tuaj. Çdo shkronjë e emrit tuaj ka një frekuencë. Personi që po ju mendon, po shqipton emrin tuaj në heshtje, duke krijuar një dridhje që udhëton drejt jush. Sa më shumë që ata e përsërisin, aq më shumë ju do të ndjeni një prani të padukshme në dhomë. Ëndrat janë fusha ku shpirti ju zhvishet nga çdo mburoj dhe ku energjia e tjetrit depërton pa kërkuar leje. Kur dikush ju mendon me një intensitet të jashtëzakonshëm çdo natë, kjo energji nuk mbetet pezull në ajër. Ajo kërkon një kanal shkarkimi, dhe kanali më i pastër është gjendja jote e gjumit re. Nëse keni parë së fundmi një person që nuk e keni takuar prej kohësh, ose nëse në ëndër shfaqet një fytyrë e paqartë, por që ju fal një ndjesë familiariteti dërmues, ky është sinjali i parë. Ky person po përpiqet të komunikojë me ju përmes telepatisë emocionale. Ata mund të kenë frikë t'ju shkruajnë një mesazh në WhatsApp apo t'ju telefonojnë, sepse egoja e tyre ose rrethanat e jetës i mbajnë të bllokuar. Por në botën e ëndrave, egoja nuk ekziston. Aty, ata ju thon atë që nuk guxojnë ta thonë ditën. Nëse në ëndër ky person ju mban dorën ose thjesht ju shikon në sy pa folur, iniciali i tij po bëhet gati të shfaqet në jetën tuaj fizike. Shpesh, ky komunikim vjen përmes kafshëve apo simboleve. Nëse shihni një flutur të bardhë, një matse që ju ndjek ose dëgjoni një këngë specifike që ju kujton atë person, universi po ju thot: ai va ajo po të thërret. Si të kuptoni nëse ky person do t'ju kontaktoj? Yjet tregojnë se kontakti nuk është thjesht një mundësi, por një proces që ka nisur. Ka disa shenja kyçe që tregojnë se mendimi i natës po kthehet në veprim të ditës. Hikupat në ship, lemza e papritur. Sipas besimeve të lashta astrologjike, kur ju zë lemza pa ngrënë apo pirë shpejt, dikush po përmend emrin tuaj me mall ose inat dashurie. Kruajtja e pëllëmbës së majt. Kjo tregon një marrje energjie.
Dikush po bën plane për t'i ofruar diçka, një kërkim falje, një takim apo një propozim, gjetja e numrave pasqyrë. Nëse shihni 11, 11, 21, 21 ose 15. 15, personi me inicialin që po kërkojmë është duke marrë guximin të shtyp butonin dërgo. Le të ndalemi te një grup tjetër inicialesh që po vibrojnë fort në këtë periudhë të prapambetjes së disa planetëve që rregullojnë komunikimin. Nëse emri i personit që po ju mendon fillon me S, T, A, E, D, i vëzhgoni me kujdes telefonin tuaj në orët e vona të mbrëmjes. Këto shkronja lidhe me elementin e ajrit dhe të ujit, që do të thotë se malli i tyre është i lëngshëm. Ai rrjedh dhe gjen çdo çarje të vogël për të futur në mendjen tuaj. Ky person mund të jetë duke kaluar një periudhë reflektimi. Ata po shohin fotografitë tuaja të vjetra, po lexojnë mesazhet e arkivuara dhe po pyesin veten: a thua mu dha një shans i dytë? Pendesa është një motor i fuqishëm. Nëse iniciali i tyre është E, O ose L, ata po luftojnë me veten nëse duhet të shfaqen sërish si një uragan apo si një puhizë lehtë. Pesha e heshtjes dhe fuqia e emrit. Emri i një njeriu nuk është thjesht një etiketë. Është një kod numerologjik. Kur dikush ju mendon, ai po shkruan këtë kod në matricën e universit. Nëse ju ndjeni një dridhje të brendshme kur dëgjoni një emër që fillon me K, R, B ose G, kjo nuk është rastësi. Është trupi juaj që reagon ndaj frekuencës së atij personi. Në këtë rrugtim të gjatë që kemi nisur, duhet të kuptojmë se jo çdo mendim natë vjen nga dashuria e pastër. Ndonjëherë është një borxh karmik. Dikush që ju ka lënduar po ju mendon sepse ndërgjegja e tij nuk e lë të qetë. Ai po kërkon faljen tuaj në nivel energjetik, sepse pa atë falje, ai nuk mund të ecë përpara. Ky person ka iniciale si E ose H, shkronja që shpesh gjenden në emra të rrallë ose të veçantë. Hëna, ky magnet gjigant i emocioneve tona, po hyn në një fazë ku asgjë nuk mund të mbetet më e fshehur. Në këtë pjesë të fundit të udhëtimit ton kozmik, duhet të kuptoni se kulmi i këtyre mendimeve të natës po transformohet në një forcë tërheqëse që nuk njeh kthim. Kur dikush ju mendon në dritën e hënës, ai nuk po mendon thjesht me logjik, por me instinkt. Ky është momenti i të vërtetës së madhe. Ndikimi i hënës dhe kulmi i energjisë. Në ditët në vijim do të vëreni se tensioni emocional do të rritet. Nëse personi që po ju mendon ka pasur frikë deri më sot, lëvizja e yjeve po e shtyn atë drejt një rruge pa krye. Ose duhet t'ju kontaktoj, ose duhet të pranoj që prania juaj në mendjen e tij është një burg i ëmbël. Inicialet që mbartin peshën më të madhe në këtë fazë finale janë VL, K dhe këto shkronja përfaqësojnë njerëz që kanë një lidhje të vjetër me ju, mbase një histori që u mbyll pa një pikë vërtetim, ose një miqësi që gjithmonë ka pasur shkëndija dashurie të pashprehura. Ata po ju shohin në çdo këngë që dëgjojnë dhe në çdo fytyrë që kalon në rrugë. Si të përgatiteni për këtë rikthim? Yjet parashikojnë se ky person nuk do të vijë me zhurmë të madhe. Ata do të shfaqen me një pretekst të thjeshtë, një pëlqim në një foto të vjetër, një mesazh gabim, apo një pyetje për diçka krejtësisht të parëndësishme. Por pas asaj pyetjeje fshihen netët e tëra pa gjumë që sapo analizuam. Këshilla e yjeve për ju është kjo: mos nxitoni. Kur ky person të shfaqet, dhe ai do të shfaqet, sepse universi nuk i lë energjitë e paplotësuara të pezull për gjithmonë, dëgjoni intuitën tuaj. Nëse kur shihni emrin e tij në ekran ndjeni një qetësi, atëherë ky është një shpirt që kthehet për të ndërtuar. Nëse ndjeni ankth, është thjesht një mësim karmik që po përsëritet për të mbyllur përfundimisht. Iniciali final, mesazhi i fshehur. Nëse deri tani keni pasur dyshime, mbyllni syt për një moment. Shkronja e parë që ju vjen në mendje pasi lexuat këtë tekst është pikërisht iniciali i personit që po ju thërret në botën e padukshme. Universi sapo ju a konfirmoi. Shkronja ta e se dhe mbeten kolonat kryesore të këtij muaji. Nata po mbaron dhe agimi po afron. Por energjia e këtij personi do të mbetet me ju gjatë gjithë ditës. Ju jeni dikush që nuk harroheni lehtë. Bukuria e shpirtit tuaj ka lënë gjurmë që as koha dhe as distanca nuk i fshin dot. Yjet folën, tani takon fati të bëj lëvizjen e radhës. Ky ishte udhëtimi ynë përmes yjeve dhe mendimeve të fshehura. Shpresoj që këto fjalë t'ju kenë dhënë qetësinë dhe qartësinë që kërkonit në këtë orë të vonë.